Vendimi si vendim ka qenë i pritshëm, ta shohim tash edhe shpjegimin brenda vendimit se si do të jetë procedura postkuvendore nga ajo që ka ndodhur. Ligia Demokratike e Kosovës nga fillimi i saj ka thonë që shkeljet kushtetuese nuk mund të pranohen dhe këto lojra ta quaj kështu për shkak të bllokadës dhe për shkak të mungesës së numrave nga lëvizjeve vendosje, me të vërtetë e kanë dëmtuar shumë edhe institucionin e kuvendit, e kanë dëmtuar edhe qebesa dhe demokracinë, raportet me miqtë dhe partnerët ndërkombëtar, e më së shumti zhvillimin ekonomik të Kosovës, duke mbajtur një qeveri në detyrë, pa mbikëqyrje, por duke keq përdorur ekstremisht pozitat, dy pozicionet politike që bin kundërshtim me ligjin me njëra tjetrën dhe abuzimet me buxhetin e Kosovës. Nuk ka këtu se kush duhet lëshoj pe, i parit i takon të bëjë një marrëveshje politike ose të lëshoj pe. Pa marrëveshje politike nuk ka konstituim të plotë të kuvendit, ta quaj. Ju e dini, aksident ka zgjedhja e kryetarit, ato marifetet që i kemi pa të lëvizjeve vendosje, por për krijimin e qeverisë së re tashmë është thonë ajo që e kemi thonë ne, se nuk ka numra, kanë pas lojë fjalësh, premtime, ndoshta edhe tentime për blerje deputetësh të cilat fatmirësisht me rujtjen e tepullit të demokracisë nuk kanë dhezur kësaj radhe, sikur që kishte herën e kaluar para 4 viteve kur tregtoheshin deputetët në lëvizjen e vendosjes. Ata veprimet i kanë kundërkushtetuese, i kanë abuzive, i kanë në interes të një grupi politik. Shteti është mbi të gjitha, nuk është pronë e një individi dhe më së paku është pronë e një partie politike. Ajo është kthim mrapan, ajo cila është luftuar, pothuajse me shekuj, është luftu komunizmi dhe ne nuk do të lejojmë, ne dhe populli i Kosovës nuk do të lejojë kthimin mbrapa në logjikën e vetvendosjes. A jeni të gatshëm për zgjedhje? Patjetër që po.